Rreshjet e shiut po vështirësojnë edhe më shumë qarkullimin në kryeqytet. Shiu i mbrëmshëm ka bërë që gropa e thellë që gjendet në këtë lagje të bëhet edhe më e rrezikshme. Banorët thonë se kjo gjendje krijohet vazhdimisht kur bie shi. A ndodhë shpesh kur bjen shi me u fakshtë? Gjë. Sa bjen blokohet. Po komuna këtu s'ka ardhur. Këtu ndërtimi kena bërë vetë iniciativën e qytetarëve këtu. Është rrezik edhe ndërtesat e tona më rrëzue.